Rubrika Vox Pop këtë herë zhvillohet në një mënyrë krejtësisht ndryshe. Kush e qëllon një pyetje, më saktë një përgjigje të një pyetje interesante, do të merr një shpërblem shumë të bukur nga Oksadant. Sa shpesh duhet më shku të dentisti? Të dentisti besoj duhet më shkue nësë është nevojë çdo 6 muaj në vjet. E ke qëllu, përgjigja është sakt, e ki një pastrim të dhëmbëve, pastrim general nga Oksadant. Faleminderit shumë. Kjo është për ju. Zoti respektoft. Është në fushë Kosovë, kështu që shfrytëzoj e se e ke falas prej Oksës. Shumë faleminderit. Where are you come from? America. America. Did you know Oksadant? Shpesh për Kosovë ki fjallën. Për Kosovë. Okej, sa ardë kim nevoj thjesht. Është një ligj, pak një shkruar që duhet më shku, kaq herë në vit. Në vit po menana? Ose në muaj. Muaj njëherë gjithsesi. Okej, është një herë në 6 muaj, mos e harro më. Çka janë implantat? Implantat, mbjellje ashtit. Mbjellje ashtit dhëmbit. Atëherë, në zonë me emisionin në bashkëpunim me Oksadant, ka vendosur me i shpërblyes qytetarët me pastrim general të dhëmbit, që dohet me u bë një herë në 3 muaj. Okej, faleminderit. Është një kupon për ju, besoj që do ndihesh e kënaqur, pse mos më vazhdo edhe shërbime të tjera. Gjithsesi, faleminderit ju. Varet prej çfarë problemi ki me dhëmt. Okej, a ki ndaj problem të qëtash me dhëmë? Jo, ja. Ani, na po dojna më shpërbly me një pastrim general nga Oksadant, e shfrytëzoje, ja pja dikujt në shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit, kalo mirë.